Populli Ad e përgënjështruan pejgamberin e tyne Hudin a.s. Ta njerëz ishin njerëz shumë të veçantë. Ju kishte dhënë Allahu që si ka dhënë as kujt në këtë dynja. Trupat mëdhej gjigant. Sa që ata thanë, a ka kush më të fortë se sa ne. Nuk njeh historia popull më gjigant se sa populli i fisit Ad. Fuqishëm, po dhe shumë taft. Këta vazhduan të kundërshtojnë pejgamberin e tyre, kërkuan përshpejtimin e dënimit, Hudi lut kundër tyre, e Allahu 3 vite në kërshej pik shiu. O kujtuan dhe thanë të përzgjedhëm diken e të dërgojmë në Qabe, në Haram. Dhe atje me lutë Allahun me në lëshushi. Allahu aqoj një zë, për në dëgjojnë zërën, për nuk përshofin personin. Edhe për thot ai zë, zgjidhe një ranë cilë ndush, të zezën, të kuqen, apo të bardhë. Ti shkoj mendja se zeza ka shi shumë, që ashtu është raja dendur duke të zezë, shën shi shumë. Tha për zgjedhë të zezën, ndëgjej sërish atë zë duke thanë, ka zgjedhur shkatërim. Allahu u adërgoj një erë, e cila erë i shkatëroj të gjithë. Erë e cila i kapte popull njerëzit dhe i qënë të nalë, që shatë Ibn Kathiri, Mujahidi, ulemat të tjerë, pej selefe, këtë të komentatorë të Koranit, sa që Ibn Kathiri thët, i mërte ai era si me dorë në kapë. Përpjet sa që nuk dukej, dhe lëshante me kokë të poshtë. Dhe kur binte të poshtë me kokë, the i qafa edhe i fpute i kryt për i trupit. Edhe bëm i pa shpirt, i pa leveshëm në tokë. Të nëzi unë nas, i ngrehte njerëzit, si të ishin trupa hurmesh të shkullura. Pra, a i shef një hurmet, kur zonera se si besin të shtrirë, po ashtu kanë betur ata zullum qarë të shtrirë, nga dënimit madhët Allah, të bareke wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Thot Allahu Azza wa Jal, كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Populli Ad e përgënjështruan pejgamberin e tyne Hudin a.s. Këtu nuk e cek Hudin, këdhebet Adun, fisi Ad përgënjështruan. Kënë përgënjështruan pejgamberin e tyne Hudin a.s. Pra ta shlet për këtë popull, me që është populli Ad, që kanë banuar në një vend të quajtur Ahqaf, në Yemen, afër Omanit, në bregët dhe të detit arabik. Ad është kërëplaku i tyne, e në në tjenë qytë edhe populli Ad, apo bete Adit. Pasi që Allahu e shkatëroi popullin Nuhit a.s. dhe shpëtoi Nuhi me 3 bijtë e tij dhe ata që ishin të tjerë. Me qysh na tregon historia, po edhe Kurani, se të tjerët nuk shtuan vetëm 3 bijtë e Nuhit. Për ata Nuhi quhet baba i dytë i njerëzimit, sepse pe gjemve tina ashtu mileti, ashtu njerëzimin. Por njëherë, sa ka deshtë Zoti në një shmëri, në fjallën la ilaha illallah në islam, derisa u përhap paganizmi tek populli Ad në Yemen. Pra ishte populli i parë që ka lënë paganizëm
pas Nuhit alayhi salam. E Allahu e përzgjodhi Hudin, njërin prej bijve të tyre, dhe bëri pejgamber, e shpalli për pejgamber dhe urdhëroi që të thërrat popullin e tij në fjalën la ilaha illa Allah. Edhe për këtë popull, edhe për Hudin, biografinë e tina e fundin, që ka ardhur të tjerë, kemi folur disa herë. Këtu Allahu na përmbledh, andaj edhe ne e përmbledhim, por nuk zgjerohemi shumë. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Adi, për populli Ad, përgënjështroj. E çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi im? Ata përgënjështruan pejgamberin e Zotit. Sigur se populli Nuhit. Por Allah thot, aman, vëj e re. Se çfarë ishte ndëshkimi im ndaj tyne dhe kërcënimi im ndaj tyne. Tregon në vazhdim. Inna arsalna alehim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir. Ne e dërguam atyre në një ditë fatkeqe, të tmerrshme, një erë me stuhi të pandërprerë. Ne dërguam atyre një erë të fortë. Këta njerëz ishin njerëz shumë të veçantë. Ju kishte dhënë Allahu që si ka dhënë as kujt në këtë dynja. Trupat mëdhej gjigant. Sa që ata thanë, qalu wa man ashaddu minna quwwa. Tha, a ka kush më të fortë se ne? Nuk njeh historia popull më gjigant se sa populli i fisit Ad. Të mëdhej më spyt, gjigant, të fuqishëm, po dhe shumë taft. Këta vazhduan të kundërshtojnë pejgamberin e tyne, derisa pejgamberi e kërcënuan, pejgamberi e tyne në Hudin, kërkuan për shpejtimin e dënimit, në Hudin lutë kundër tyre, për shpejtoj. Edhe Allahu i premtoi se vije shtash përgjigja. Vije. E Allahu 3 vite nuk i lëshoi pik shiu. 3 vite s'ka shi. O kujtuan dhe thanë të përzgjedhëm dikend e të dërgojmë Qabe, Haram. Nuk ishte Qabe të shoqësat, por ishte Harimi, i njohur. Dhe atje me lutë Allahun me në lëshushi, imagjino pagan, por kur janë zërë drejtohen Allahut. Madje, ja din vlerën Haremit, Qabës. Dhe dërguan, thuhet 3 kryesor, e një 70 ja dhanë tjerë për mas, pasus. Dhe shkuan në Mekë, por pa hyrë në Mekë, ata kishin një nip të tyne atje. I quajtur Muavije. Nana ti ishte prej fisit Ad. Ama ishte shumë i zotaj, shumë i pasun, dhe vendosën të aj për iman mire, për hajnë, për pine, harru për që ka në ardhë. Harru? Një mujtë dëtë. Dikur i ranë dërmenë të zotë shpisë, një për tyne, këta e në ardhë, më lutë, se ta e të regu për që e në ardhë. Po nuk për dinë më qu, me i përzan marre, që shi përzan një për dojtë. E i tha do vjerë shaj, ku i dha i sharet që njerët me kryat përësi për që ka ardhë. Thanë, vallahi, e në këna të përuni me, njerëzat i pëvdesin uni, në këto pishojnë knatësit me të natë mirat,
që në bura shkëm qabe lutemi, harem. Në harem shkon edhe për lutën. Mirë shu Zoti shi, Allahu a që një zë, për në dëgjën zërën, për nuk për shofin personin. Edhe për thot a i za, zgjidhe një ratë cilë ndush, dëzezën, të kuqen, apo të bardhë. Këti ishke i mendja, se zeza ka shi shumë, a që ashtu është, raja dendur, duke të zezë, shën shi shumë, tha për zgjidhe dëzezën, ndëgjej sërisha të zë duke thonë, ka zgjedhur shkatërim, asë një gjallë për jush nuk ka me lanë. Dhe subhanallah ajere azez, me njëherë fillim i levizë, në drejtim të Jemenit. Këmë të vetë, sens për mërve që ka bëhet. Dhe për niset për Jemen, dhe reja më rrimë para ti. E ajo reja, kur e panta në Jemen, فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها. Dhe kur e pana ta se po vjen një re nga luginat e tyne, kanë qenë male në alta, kanë qenë si poshtë, po i vjen re zez, për përgëzën një anë i tetëre, myshde, erdhe shiju. E Allahu po ja këthen, nuk ka rënë shiju këtu, por kjo është ajo që ju e keni përshpejtua. Keni ly vetë dënim, në e thatë, pejgamberit ju dënana, sëlla dënim nëse i sinqert, fiha adhabun elim, në te ka dënim të dhemshëm. Qka të rënë çdo gjë, asë sen nuk le gjallë me lejen Allahu të azze vë gjellë. E këtu Allahu për thët, për dënim, se si ka orë dënimi, se njëherë tha fe kefe ka në adhabi o në dhurë, ja se si ka qenë dënimi im, ndaj tyne dhe se o kam të reku vrejtjen atyne, inna erselna alejhim rihan sarsaran fi jomi nahsin mustemër, ne dërguam atyre një ditë fatkeqe, një erë, të stohishme të pandërprejët, që thamë pak më herët. Erë, me stohi sar, Allahu u adërgën një erë, e cila erë e shkatërrej të gjithë. Erë e cila i kap të popull njerëzit dhe i qënë të nalë, që shëtë Ibn Kathiri, Mujahidi, ulemat të tjirë, pej selefe, këdej të komentatorë të Koranit, sa që Ibn Kathiri thëtë, nën këtë ajetë koranor, i mërë të era, si me dorë në kapë, që ata që theshin vetës, që a ka kush më të forë se sa ne? A ka kush më të forë se sa ne? Ju në reqa që ka këti juve. Ju në reqa Allah. Që i bën Zoti? Përpjet sa që nuk dukej. Dhe lëshante me kokë të poshtë. Dhe kur bën të poshtë me kokë, thej qafa edhe i pute i kryt për i trupit. Edhe bëm i pa shpirt, i pa leveshëm në tokë. Tenzi unnas, ka thonë Allahu në ajetin tjetër, i ngrehte njerëzit, ke ennehum ajazu nakhlin munqajr, i ngrehte njerëzit si të ishin trupa hurmësh të shkullura. Ose i ngrehte njerëzit që shtash i nalt, edhe këthen të poshtë, do kanë thonë, i ngrehte njerëzit edhe mrana që ishin në shpija. I ngrehte era, i qitë të jashtë, edhe përpjet lartë, e me kryt të poshtë.
Asnjë nuk e la. E po i ngjason Allahu trupat e tyne të pa jetë me trupat e hurmeve të pa deg. Hurmeve të cilave u ka ardhur një erë fort dhe i ka rrëzuar, i ka shkullur, bëm rrojt edhe ndërzu. Deg s'kanë se hurmet edhe ashtu nuk ka drejt, ka pak majt atje flet, mbetet trungu e thatë. Edhe po i gjatë, edhe trupat e tyne kanë mbetë të rrëzuar, të thatë, a më gjatë, të pa jetë. Se këta kanë gjatë sa hurmet e kanë gjatë, ma dje ma gjatin kanë se hurmet. Pra, a i shef një hurmet, kur rëzën era se si mbesin të shtrirë, po ashtu kanë betur ata zullumqarë të shtrirë, nga dënimit madhët Allah, të barëke wa ta'ala. Fe kejfe kana adhabi wa nukur. Dhe çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcimi im? Ja çfarë ishte ndëshkimi im? Ja se si dënoi madhi Allah. Ulemat për dënimin e tyne ka dhënë dy version që kemi cek më herët në sure tjera. Dënim me herë, të cilën Allahu aqaj për 7 ditë e 8 net. Për 7 net e 8 ditë në pak. Që ka thënë Allahu azza wa jall, fa amma adun fa uhliku birih sarsarin atiya sakharaha alayhim 7 ayamin wa 7 layalin wa 8 ayamin husuma. Se për këtë adit, ajo është shkatruar me një erë të fort e të zhurmshme. Kjo sarsar me zhurmë. Që e lëshej kundër tyre për 7 net e 8 dit rresht. Era 7 net e 8 dit pa malë. Erë fort. E thuhet kjo zhurmë ka për qëllim brim. Brim e madhe edhe herë fort. E thuhet se me brim është për qëllim zhurma e erës. E naturisht era lëshan zhurmë. Era lëshan zanë, lëshan zhurmë për frynë. Se do që tjetë i madhi Allah azza wa jall i shkatërrej edhe këtë popull dhe tha Allahu të bareke wa ta'ala në fund të fe kejfe kana adhabi u nëdhur dhe ja se ishte dënimi im dhe se so atër heka vrejtën atyre njerëzve që shta me herët për popullin Nuhit, por ata nuk e besuan pejgamberin, e kundrështuan, e luftuan, e kërkuan dënimin dhe ja i erdhe dënimi dhe shkuan të Zoti i tyre e pastaj e shofen ata se çfarë do t'i gjej atje në ahiret. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir, edhe këtë përmendi madhi Allah azza wa jall se ne kemi lehtësuar Kur'anin për dhikr, për përkujtim, për mësim, për meditim, për lexim, për zënë përmend që të tjerë, a ka kush që don të përfitaj apo të merr mësim. Kur falem pak më herët, përfundoj tregimit të dyve, por një dobi që kanë cikë ulematët e tefsirit, nëse ndonjëherë ju bie në vesh. Kur tha Allahu te bareke wa taala, për ta se fi yawmin ahsan, aty në kemi dërguar një erë të zhurmshme, erë ftoft. Shumë ftoft, shumë shpejt. Erë ftoft, e shpejt. Dhe shkatërru se mjafton. Një ditë të kapshme, një ditë fatkeqësie. Të kapshme, fatkeqësie, shumë në fejnë arabisht. Kanë thonë disa ulemat e selefë, këtë cek Ibn Atije, e që shumë e hershëm, Ibn Atije, vitin 500, hijri, për komentatorët hershëm, me pas Ibn Kurtubiu, në shekull e gjys mastina, e të tjerë, se këtë ditë kanë qenë ditë e mërkurë. Dhe kanë thonë, Ibn Atije thëtë, është se ka një hadith, a i thëtë, që nuk ka mundësi i tjetë dhe një pejgamberit, por e kanë thonë, se e mërkurë e fundit e çdo muaji,
ditë e kapshme. Dhe Hadh ibn Atije, dhe këte kam dëgjuar, duke përmendur edhe pagan të tjerë, pagan të ndryshëm të popujve të tjerë. Tanë tek fjala e tij pagant, mua më ndërlidh me pagant stërgjyshët tonë, të cilët kur kanë qenë pagan, kanë pasur disa bestetni. Anëpse tek ne nuk e di e kanë pas mërkutën e kanë pas martën. Se është ditë e kapshme, andaj shumë gjëra nuk i bajnë. Pra, janë përcjellë, dhe këtë du me thonë disa gjëra edhe më herët. Por ehlul ilmi, njerëz të dijes, u aqelin sytë i mete se kes ka mundësi me qenë, nuk ka mundësi me qenë, në dinë të Zotit, ndo një ditë e cila është më e kapshme sa tjetra, po ka mundësi me qenë më e mirë, më e vlefshme, por jo më e kapshme, sikur se dita e xhumas, e cila është më e vlefshme sa të tjerat, por jo e kapshme. Allahu e din më së miri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.